Bashkia Tropoj ka përmbyllur me sukses një etapë të rëndësishme të projektit ndërkufitar IPA-2 që ka sjellë rikonstruksionin e Muzeut Historik të Tropojës dhe ka hapur rrugën drejt krijimit të një muzeu digjital modern. Ky projekt i zhvilluar në bashkëpunim me komunën e Tivarit në Malin e Zi është vlerësuar si një hap i rëndësishëm drejt integrimit evropian dhe modernizimit kulturor të zonës. Ky projekt është një hap konkret drejt objektivit Shqipëria në BE 2030. Bashkia Tropoj mbetet e gatshme të mbështesë çdo iniciativë që sjell zhvillimin dhe modernizimin për komunitetin tonë, shkroi në rrjetet sociale kryetari i bashkisë Regj Biveri. Në kuadër të projektit, zyrat e integrimit evropian të Tropojës dhe të Tivarit kanë bashkëpunuar ngushtë për të vënë në funksion muzeun i cili është ndërtuar fillimisht në vitin 1985. Muzeu njihet si një nga më të veçantët në rajon, jo vetëm për arkitekturën e tij të jashtme, por edhe për organizimin funksional të brendshëm, ku ndërthuren elementet tradicionale të banesës tropojane me frymen bashkëkohore. Sot, pas restaurimit, mjediset e muzeut janë më të bollshme dhe më funksionale, duke u përgatitur për të pritur fazën e dytë të projektit, implementimin e platformës digjitale që do ta bëjë trashëgiminë kulturore të Tropojës të aksesueshme për vizitorët nga e gjithë bota.